Mëngjesi. Mirë mëngjesi edhe për juve. Siç edhe përmendet një ambient i mrekullueshëm ku deri me tani ishim duke folur pikërisht për këtë ambient me shpendit dhe visarin, një gjelbrim gjithandej, një ajër i pastër. Dhe ja vlen po ashtu të flasim edhe për fushatën Bëhu Superhero, një fushatë e cila është organizuar nga SOS Fshatrat e Kosovës e që ka të bëjë për t'u ardhur në ndihmë fëmijëve dhe familjeve në nevojë. Të gjithë të interesuarit, do të thotë në lidhje me këtë nisme, mund të kontribuojnë nga 10 euro, të cilët mund të regjistrohen në platforme digjitale për të qenë pjesë e kësaj nisme. Jemi me Shpend Junikun, i cili është po ashtu përgjegjës i kësaj fushate e i cili do të na njofton rreth këtij aktiviteti. Shpend, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në SOS Fshat. Faleminderit, mirë se ju gjetëm. Pra, po e nisim me fushatën që tashmë keni filluar, cili është qëllimi i kësaj fushate. Natyrisht, të gjitha fushatat që ne i organizojmë janë specifikisht për fëmijët pa për kujdesit prindrore dhe në rrezik të humbjes së kujdesit prindror. Aktualisht, me ne jetojnë 30 fëmijë pa për kujdesit prindrore dhe i mbështesim mbi 600 të tjerë të cilët janë në rrezik të humbjes së kujdesit prindror. Fushata Bëhu Superhero ka për qëllim që të ngrit fondet, domethënë, për këta fëmijë. Aktualisht janë 6 kolegë tonë të cilët dalin në teren, kur po them në teren është në sheshet e Prishtinës fillimisht, mandej edhe në qendra tregtare, edhe ju ndalin në rrugë. Domethënë janë me uniformë të portokalltë, me një tabletë në dorë dhe kërkojnë që prej individëve me bëjnë një donacion minimumi prej 10 euro dhe të bëjnë dhurues të rregullt për me kontribu për fëmijët e SOS Fshatit. Si po ju shkon ky aktivitet, kjo nisme dhe sa po ju përgjigjen qytetarëve thirrjes suaj për t'ju ardhur në ndihmë pra të gjithë fëmijëve po ashtu dhe familjeve në nevojë? Si fushat ka fillu mirë, ka fillu me mbështetje, po ty e pas parasysh nevojat e fëmijëve, të mbi 600 fëmijëve, asnjëherë nuk janë të mjaftueshme këto fonde. Ka interesim, ka pas edhe kur kolegët tonë që dalin në teren edhe i kanë pyet a jeni sigurt ju që dilni me mbledh për SOS Fshatin ose që na kanë kontaktu pastaj neve që e dinë që punojnë në SOS Fshat, po, domethënë këta kolegët tonë që dalin në teren, domethënë janë kolegët tonë që po ngrisin fonde për fëmijët tonë. Si bëhet regjistrimi për të gjithë të interesuarit, pasi që mjetet, fondet, parat nuk mund të dhurohen, do të thotë cash? E vërtet, ne mundohemi që me qenë sa ma transparent dhe se cilin donacion që e pranojmë ju vetëm që e publikojmë në rrjetet sociale, po dhe mundohemi edhe ja arrijmë që ato donacione të vinë përmes gjirollogarisë bankare. Si funksionon fushata Bëhu Superhero, është kur dikush nga kolegët tonë të ndalë në rrugë, të tregëm pak a shumë se çka bëjmë ne në SOS Fshat për sa fëmijë kujdesemi, edhe ju ofron mundësinë me dhuru përmes një tableti. Kur në tablet ju mundeni me shujt të dhanat e juaja, edhe po ashtu dhanat bankare. Atëherë automatikisht bëhet dhurimi përmes kartelës tuaj, edhe ideja është që dhuruesit me u bë dhurues të rregullt. Natyrisht nuk është që fëmijët që jetojnë me neve ka nevojë vetëm një muaj dhe muajin tjetër apo edhe vitin tjetër nuk ka nevojë. Fëmijët jetojnë me neve, jetojnë deri sa të mbushin 18 vjet, na vazhdojmë i përkrah dhe mbas moshës 18 vjeçare dhe për këtë arsye na duhet një ndihmë e vazhdueshme, na duhet një pikë e sigurt që edhe fëmijët tonë të kenë një të ardhme të sigurt. Minimali është 10 euro, mirë po mund të dhurojnë edhe më shumë nëse shprehin vullnetin, dëshirën për të japur. Natyrisht se po. Për neve secila ndihmë është më se e mirë se ardhur, sado qoftë ajo. E kemi në shprehje që e përdorim në SOS Fshat pak nga ju, vlen shumë për ne. Kështu që secila ndihmë, qoftë ajo prej 10 eurove, qoftë edhe më shumë, domethënë është e domosdoshme për fëmijët pa kujdese prindrore. Edhe mund ta ndërprejnë kur dojnë, po? E vërtet, domethënë përmes linkut në webfaqe, si të kyqesh në webfaqe, është me ndërprer dhurimin ose mundet me na kontaktu përmes email adresës, numrin e telefonit dhe na sigurohemi që ai dhurim për të cilin ai është i përkushtuar, domethënë me u ndërprer. Varësisht ndoshta edhe prej numrit apo të interesuarve të njerëzve të cilët regjistrohen dhe shprehin dëshirën për t'ju ndihmuar, sa do t'ju kishin ardhur në ndihmë juve si SOS për të menaxhuar, do të thotë të gjithë atë rrjetin që keni me fëmijë, do të thotë që janë në mbikëqyrjen e juaj?
A do të ishin të mjaftueshme, do të thotë ndoshta edhe në krahasim edhe me mjetet që i keni në gjenerim? Realisht, sot për sot, jo. Do me thonë, duhet me qenë një punë e vazhdueshme, diku 5-6 vjeçare që na me arrit me një pikë që mundem me thonë që të gjitha fondet e sigurojmë në vend. Aktualisht, përveç bizneseve dhe individëve të cilët na përkrojnë, fati jonë është që sës fshatrat e fëmijëve në Norvegji e mbulon një pjesë të konsiderueshme të buxhetit, ndërsa pjesën tjetër e gjejmë prej individëve dhe prej bizneseve në vend. Sa do të zgjas kjo nisme? Do të thotë është fjala se përket shesheve, po ashtu edhe qendrave tregtare, a është ndonjë kohë e caktuar përveç asaj ju keni bërë publike edhe në faqen e SOS Fshatit, do të thotë njoftimin sa i përket kësaj nisme? Ideja është sa ka nevojë fëmijët me vazhdu edhe fushata. Na shpresojmë që mos me pas nevojë me u kujdes për fëmijët, që secili fëmijë me u rrit i lumtur në familjen e tyre, po përderisa kemi me pas fëmijë nën përkujdese dhe fëmijë që i mbështesim, neve ka me na udhëhesh ndihma jo vetëm e qytetarëve, por edhe e bizneseve. Krejt për fond një mesazh për të gjithë ata të cilët dëshirojnë t'japjen, dhurojnë? Kur e sheni kolegët tonë në sheshe apo në qendrat tregtare që janë me uniformë të portokallët, mos hezitoni me ndalu, ju tregojnë sa fëmijë kemi, ju tregojnë për misionin tonë, edhe mos hezitoni me dhuru përmes tyre, por edhe nëse nuk i shihni, do me thonë natyrisht mundeni me shfrytëzue faqen tonë soskosova.org, ku në të njëjtën mënyrë mundeni me u bë dhuru si rregull, do me thonë për fëmijët pa përkujdese prindërore dhe në rrezik të braktisjes. Faleminderit për kohën shpent. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Ndoqët bisedën sa i përket aktivitetit apo nismes në lidhje për t'ju ardhur në ndihmë të gjithë fëmijëve pra të SOS Fshatrave të Kosovës, po ashtu edhe familjeve në nevojë. Nismë kjo e cila ka filluar pra në sheshet e Prishtinës, po ashtu edhe në qendra tregtare për të gjithë dhuruesit të cilët dëshirojnë të ndihmojnë nga 10 euro apo edhe më shumë, dhe mund të regjistrohen pra në platformen digjitale.